Mali i Tomorit është një mal me rëndësi të madhe kulturore, historike dhe shpirtërore në Shqipëri, por pretendimet që ai është portal ndërdimensional, antenë energjetike globale, apo se shkakton ndërhyrje misterioze në avion, nuk mbështeten nga prova shkencore. Ka disa element reale që shpesh përzihen me teori spekulative. Tomori konsiderohet mal i shenjtë në traditën shqiptare dhe lidhet me figurën mitologjike të Baba Tomorit, një simbol i lashtë pagan që më pas u ndërthur edhe me rite bektashiane. Zona ka rëndësi historike dhe folklorike për komunitetet vendase dhe çdo vit zhvillohen pelegrinazhe fetare. Malet të larta mund të kenë anomali lokale magnetike për shkak të përbërjes gjeologjike, por nuk ka prova që mbi Tomor ndalohen fluturimet për shkak të fushave energjetike apo se avionët humbin kontrollin. Nuk ekziston asnjë provë shkencore që lidh malin me kode gjenetike pelazge, matrica frekuencash apo portale dimensionale. Këto janë ide të teorive konspirative dhe ezoterike, jo fakte të verifikuara. Koncepti i rezonancës Schumann është real në fizik, por përdorimi i saj për të pretenduar se vende të caktuara zgjojnë vetëdijen ose e shërojnë energjishtisht nuk mbështetet nga konsensusi shkencor.